Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Futini këmbët në ujë me sodë para gjumit dhe do surprizoheni nga ajo që do t'ju ndodh. Pas një dite të lodhshme, çlodhja e trupit dhe muskujve është thelbësore për një gjumë të mirë, të qetë dhe njëkohësisht mjaft të rehatshëm. Ndërkohë, disa metoda natyrale mund t'i shndërrojmë edhe në zakone mjaft të mira, të cilat do të na ndihmojnë ne që të ndihemi sa më mirë dhe të çlodhur në fund të ditës. Sipas ekspertëve, ne këtu do t'ju sjellim një mënyrë shumë të thjeshtë të përdorimit të ujit të ngrohtë me sodë për çlodhjen e trupit dhe të muskujve para se ju të flini. Sipas ekspertëve, futja e këmbëve në ujë të ngrohtë me sodë mjafton që ju të shtoni në një legen me ujë shumë të ngrohtë 3 lugë çaji me sodë dhe t'i përzieni mirë dhe të mbani këmbët aty për të paktën gjysmë ore dhe rezultati do të jetë vërtet befasues. Ju do të shikoni se si dal nga dal do të ndjeni çlodhje të muskujve dhe ngrohjen e gjithë trupit tuaj. Në fund të ditës, lodhja më e madhe e trupit përqendrohet pikërisht tek këmbët. Futja e këmbëve në ujë të ngrohtë me sodë njëkohësisht do të çlodh këmbët tuaja dhe do të largojë kontraktimin e muskujve si edhe lodhjen e tyre. Sipas ekspertëve, ju duhet të dini se uji me sodë do të ndihmojë edhe në pastrimin e këmbëve tuaja, largimin e infeksioneve apo mykut dhe njëkohësisht do të ndihmojë lëkurën tuaj që të jetë më e butë dhe më e lëmuar. Sipas ekspertëve, uji me sodë është mjaft i mirë edhe për trupin tuaj. Uji ngrohtë me sodë rekomandohet edhe për të gjithë trupin. Mjafton që të shtoni në vaskën tuaj 3 lugë gjelle me sodë buke, ta përzieni dhe më pas të futeni aty për të bërë banjë. Sipas ekspertëve, kjo mënyrë do t'ju ndihmojë jo vetëm të çlodheni tërësisht, por njëkohësisht do të hapë poret tuaja të lëkurës, duke promovuar edhe më shumë largimin e toksinave përmes djersitjes. Uji me sodë do të zbusë lëkurën e trupit duke larguar papastërtitë të cilat gjenden në lëkurën tuaj si edhe në pore. Uji me sodë është shumë efikas edhe në parandalimin e problemeve të cilat do të ndihmojnë lëkurën tuaj që të jetë më e pastër nga ekzemat apo irritimet e lëkurës. Ndërkohë, duhet të dini se ekziston një trajtim natyral në kushte shtëpie për të patur këmbë sa më të buta. Këmbët e buta dhe më të shëndetshme janë një nga dëshirat e çdo të rrituri, por nuk ka shumë rëndësi në qoftë se jeni burr apo grua. Shëndeti i këmbëve është gjithmonë mjaft i rëndësishëm. Siç dihet, janë pjesë tepër delikate të trupit tuaj dhe çdo shqetësim në to do të thotë shqetësim për të gjithë trupin. Sipas ekspertëve, duhet të dini që zgjidhjet për këtë problem janë me të vërtetë të shumta, duke filluar që nga zgjidhja e këpucëve të duhura dhe gjithashtu ecja apo trajtimi i duhur i lëkurës. Ndërkohë, në këtë video ne do të ndalemi pikërisht tek trajtimi i këmbëve me metoda natyrale për të patur këmbë sa më të buta dhe më të shëndetshme. Çfarë do t'ju duhet? 1 filxhan krip dhe gjithashtu 2 filxhan kafe sodë buke, 1 limon i shtrydhur dhe gjithashtu 10 pika vaj esencial apo livando. Dhe gjithashtu do t'ju duhet ujë. Si të veproni? Mbushni një kovë apo legen me ujë të vakët ose të nxehtë dhe brenda shtoni që të gjithë përbërësit. Ndërkohë, nga ana tjetër, është me rëndësi që uji të jetë disi i ngrohtë në mënyrë që ju të merrni rezultatet e dëshiruara. Pasi ju të keni hedhur kripën, sodën apo limonin, zgjidhni vajin tuaj esencial më të preferuar sipas dëshirës.
Nëse këtë radhë nuk ju gjendet as edhe një gjë në shtëpi, mund të anashkaloni këtë hap dhe të përdorni të gjithë përbërësit e tjerë. Ndërkohë, nga ana tjetër, ju mund të përgatisni ujin dhe të zhysni këmbët e pastra në të dhe t'i lini që të pushojnë për të paktën 30 minuta derisa uji të fillojë dhe të ftohet plotësisht. Gjatë kësaj kohe, ju duhet të dini që mund t'i fërkoni këmbët me njëra tjetrën pa i nxjerrë nga uji. Më pas thajni leckë me peshqir dhe përdorni një lim apo gur të posaçëm për këmbët tuaja, dhe kështu ju do të keni këmbë më të buta dhe më të lëmuara pasi e gjithë lëkura e vdekur do të eliminohet në një mënyrë tërësisht natyrale. Sipas ekspertëve, gjatë kësaj kohe, mundohuni të mos i dëmtoni këmbët tuaja teksa i limoni pa ushtruar shumë presion mbi to. Pasi ju ta keni bërë këtë proces për të paktën disa minuta, atëherë me patjetër do të shikoni se këmbët tuaja do të jenë më të pastra dhe merreni dhe shpëlajini me ujë të pastër dhe më pas thajni sërish. Në fund, kur ato të jenë të buta dhe të pastra, përdorni një krem dhe pushoni për disa minuta. Receta që heq kallo dhe të plasariturat e këmbëve. Këmbët me kallo dhe të plasaritura nuk duken as pak bukur, por ato mund të shkaktojnë infeksion dhe njëkohësisht dhimbje të mëdha. Nga ana tjetër, ju duhet të dini se ekzistojnë një sër faktorësh të cilët do të ndikojnë në plasaritjen e këmbëve dhe në daljen e kallove. Disa prej tyre mund të jenë lagështira, veshja e këpucëve dhe gjithashtu ecja zbathur. Megjithatë, ekzistojnë një sër mënyrash të cilat e bëjnë lëkurën e këmbëve më të shëndetshme. Lajini këmbët tuaja me ujë të vakët, shtoni një lugë sodë ose krip derisa lëkura juaj të zbutet. Me anë të një sfungjeri të fortë apo një mjeti të përshtatshëm, hiqni lëkurën rreth zonës të thembrave. Kjo nuk do të shkaktojë as edhe një dhimbje. Pas kësaj, lyeni këmbët tuaja me vazelinë, preferohet ajo pa ngjyrues dhe pa aromë. Më pas vishni çorape pambuku dhe përsëriteni këtë mënyrë për çdo ditë. Një tjetër recetë të cilën ju mund ta përdorni në këtë rast është edhe lyerja e këmbëve me tërshër. Në këtë rast, një dush i këmbëve me ujë të ngrohtë dhe lyerja e tyre me tërshër ose miell tërshëre do t'i jap lehtësi këmbëve të cilat janë të prekura nga kallot. Në rast se ju ndodhet në shtëpi, ju mund të përdorni edhe një përbërës tjetër natyral të vlefshëm kundër kallove. Bimën e ashtë të quajtur edera, e cila është një bimë zbukuruese në formë dredharake, e lini në uthull për 12 orë. Më pas, duhen vënë mbi kallo të cilat mund t'i lidhni me një fashë të shtrënguar mirë për disa orë. Një ndër mënyrat më të thjeshta për të trajtuar kallot është trajtimi i tyre me krip. Ju duhet të merrni një enë me ujë të ngrohtë ose legen dhe në të hidhni një grusht krip. Rekomandohet që për efekt sa më të mirë ju të përdorni kripën Epsom. Fusni këmbët në një legen me ujë të ngrohtë për plot të 10 minuta. Më pas merrni një lim për këmbët dhe më pas fërkojeni këmbët tuaja duke formuar lëvizje rrethore për disa minuta për 10 minuta. Lajini këmbët me ujë të pastër dhe më pas siguroni që t'i thani mirë me peshqir dhe në fund të përdorimit përdorni një krem të trashë në pjesën e thembrave për të ruajtur butësinë e këmbës. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton.
Shpërndajini këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!